Takojmë së bashku në këndin e kuzhinës, të nderuar miq, në fakt jam në këndin e amitave sepse janë të shumë llojshme me të gjitha llojet e frutave për të marrë ato vitamina dhe minerale që na duhen që në pikë të mëngjesit për ta nisur dhe për të marrë energjinë e duhur dhe për të punuar në këndin e kuzhinës. Kështu që për të ndihmuar dhe zonjën Vjolca, po marr edhe gotat dhe amitën. Mirëmëngjes zonja Vjolca. Mirëmëngjes. I kemi bërë gati përbërësit. Po. Unë po të sjell një lëng të freskët. Shumë faleminderit. E mora me portokall, meqense po, dhe preferencat e mia aty janë. Ka vitaminë C më të madhe. Po, shumë mirë. Më shumë se sa frutat e tjerë. Mjafton se unë e kam pirë një gotë. Në mëngjes, po. Dhe ju shpjegojmë avisave tani se çfarë do të gatuajmë sot. Tani do ta bëjmë gëzuar. Gëzuar për ta nisur ditën. Ashtu. Atëherë mirë se erdhët amisat të dashura. Në këtë mëngjes kam menduar që të bëjmë patate dhe pure. Edhe pse pureja bëhet nga patatja, ne do ta përdorim patate në dy versione dhe fejt, ku unë kam vendosur të më zjej vetëm për 3 minuta, se thash sekonda, dhe pjesën tjetër do ta kthej në pure. Këtu kam vendosur një tigan. Gradualisht do t'i them se si dhe çfarë përbërësish. Pra na duhet, mbaret edhe nga matësia e tavës, për këtë tavë do t'na mjaftonte 1 kg, 1 kg gjysmë patate, mbaret se sa të trash dëshironi ju që ta preferoni ju ta keni këtë recetë. Pra, unë kam 1 kg gjysmë patate, kam 2 kokra vezë, nëse veza do t'ishte e madhe, do të përdorja vetëm 1, kam 100 gram panceta për aromë, jo të përdorim shumë mish, kam 250 gram, 200 gram bizele, kam 80 gram, këtu kanë qik më shumë, se 80 gram, po që ta kem dorën të lirë, të punoj, 100 ml qumësh, krip, piper të zi dhe shumë fare pak gjalp që do ta hedh në fund fare. Tani patate do t'i kthej në purej, i kam zjerë për 30 minuta, i kam zjerë goxha, po ja do ta kisha prerë për gjysëm pataten, para se ta vendosja në grirëse. Ja, mbaj ashtu të më ndihmoj në këtë fikën? Ja. Iko, tani ma prit për gjysëm një patate dhe vazhdojmë. Syti mbaj këtu për arsye se në momentin që do të më valoj 3 kokra patate i kam prerë në feta në trashësi 3 mm, ku do të rrethoj komplet tavën, edhe poshtë, edhe sipër, me feta patate. Puren do ta vendos brenda. E bëra dhe një patate, të gjitha do t'i bëjmë? Faleminderit. Do t'i lëmë disa? Jo, do të priti për gjysmë të gjitha. Më mirë nga gjysmë se bëhet më shpejt. Bëhet shumë thjesht, po. Brenda në patate do të hedhim pra pancetën, të cilën unë do ta kaurdis. A më ndihmon vazhdon me këtë? Po, patjetër. Do të hedh vetëm një lugë vaj. Vaj për skuqe, ja. Shumë pak, për arsye se tani e dim, nuk është nevoja që ta përsërisim shpesh. Që panceta nxjerrë yndyrën e saj. Ka yndyrën dhe s'është nevoja të përdorim shumë. Po. Reku dhe kjo. Ja, është shumë thjeshtë, ku janë mjetet. Shumë realizohet shumë shpejt. Shumë të shkatëta. Dikur i shtypnin patatet për të bërë pure. I zjenin shumë, në mënyrë që të ishte i lehtë shtypja. Në këtë tigan, sa po tigani të ngrohet një qik edhe vaj, unë do të hedh pancetën, do ta bëja ashtu krokante, siç zakonisht ne gatuajmë pancetën, dhe për pasta të ndryshme dhe për receta të ndryshme, dhe më pas do të shtoj bizelet. Do të marr pak nga lëngu i patateve që po zjem, një garusht, dhe do ta hedh këtu pasi bizelet nuk i kam zjerë fare. Po i largoj ky proces mbaroj i pures. Faleminderit, Niki. Këtu në pure do të hedh pak krip. Do të hedh piper të zi. Bizelet janë vetëm të shplara, nuk janë të zjera, apo jo? Jo, bizelet janë të ngrira. Ne bizelet frejsta nuk kemi, por bizelja është një nga perimet që nuk e humb fare vlerën ushqimore. Edhe pse mund të rinë ngrirje. Jo, absolutisht. Tani në një lugë. E trazojmë. Po. E trazojmë puren. Do të hedhim këtu vezën.
2 kokra vezë kemi përdorur. Po. Për sasinë që ne përgatisim, sepse në varësi të personave në familje mund të ndryshojnë dhe përbërësit. Patjetër, do të jetë vetëm yndyra që ka këtu panceta dhe bizelet që do të ka urdisim. Është e mjaftueshme. Këtu tani unë do t'i largoj patatet. E vendos këtë këtu me që e kam ekspres. Shiko, duket edhe nga zhurma që punohet më shpejt. Këto patatet do të filloj, do t'i kulloj. Ta vazhdoj ta trazoj drisa të bëhet masë homogjene, zonja Vjosa, bashkë me vezët, apo jo? Urdhro, Niki? Bëra homogjene bashkë me vezët, du të edhim diçka tjetër të kjo pjesë? Do të hedhim dhe qumshin. Ta hedhim dhe qumshin dhe ta Jo trazoj. të gjithë, lër një gisht qumësh në fund. Po. Sa të largoj, të heq një garusht me lëng patateje. Edhe qumshi e ndihmon të përzihet më mirë, se do të jetë pak e lëngshme në fakt, e ujshme, e hollë. E trazoj mirë, nuk ka ardhur momenti që unë të hedhë bizelet, për arsye se nuk duhet të ketë më atë pjesën e lagështirës që nxjerr vetë panceta. Po. Tham që duhet të ngjyroset pak, që vërtet ne bëjmë gatime të shpejta, por asnjëherë nuk e lëm pa gatuar në masën që ka vërtet. Dhe në përkushtimin që duhet. Shkëputemi për pak sekonda publicitet dhe rikthehemi shumë shpejt, publicitet i shkurtër. Jemi rikthyer, në fakt po punojmë të dyja me zonjën Vjosa, unë me purren e patateve, kurse zonja Vjosa po shtron shtresën e parë të patateve të zjera, të prera në disqe. Po. Dhe u shpjegon anvisave. Sigurisht, mbasi panceta këtu u bë krokante, hodha dhe bizelet. Do të hedh shumë pak një garushe ujë nga lëngu i patateve që po zjente. E lëm këtu që të zjej. Ndërkohë grim majdanosin dhe do të hedhim edhe një tufë majdanos. Po. Këtu brenda në pure. Puren e kemi përzier me qumësht, kemi dhur kripën, piperin e zi, për anvisat që nuk na kanë ndjekur, dhe po ta shihni edhe vezën, 2 vezë, 2 kokra vezë të plota. Po ta shihni tavën ku janë shtruar patatet, edhe në pjesën anësore, zonja Vjosa ka vendosur patate në formë disku të zjera. Të zjera vetëm 3 minuta. 3 minuta, po. Jo aq sa ne kemi Zjer patatet për pure. Pure, po. Ja. Mbaruam dhe këtu. Këto nuk duhet të na bie në fakt kështu. Dhe pastaj përsëri edhe në pjesën e sipërme do bëjmë të njëjtën gjë. Do ta mbulojmë tavën me patate të zjera. Edhe ajo letra i ndihmon për të qëndruar në këmbë, besoj, se sikur ngjiten pak me letrën, ndihmon që mos na ngjitet ne në tavë kur ta heqim, kur ta largojmë. Ja, shumë mirë është. Tani bizelet dhe pancetën dhe pak fare duan, do ta hedhim brenda tek pureja. Do ta vendosim në pjesën e brendshme të tepsisë që kemi shtruar me patate dhe do ta vendosim në furrë në temperaturën 180 gradë për 35 minuta. 10 minutat e fundit, këtu brenda do të hedhim edhe pak djath parmexhan, 40 gram. Ja, është mjaftueshëm. Një dorë, për shembull, t'ja shpjegojmë anvisave me pa gramatur, meqense ato që të kanë takuar, të kanë thënë, është e vërtetë. nuk kemi peshore për t'i peshuar. 2 lugë gjelle me maj. Okej. Tani vendosim edhe bizelet me pancetën. E trazojmë. Pra kjo është pjesa mbushse. Po. Patate pure me bizele pancet. Po, Nëse e sqarojmë kështu. Patate me patate, po. Por që të marrë një formë. Në forma të ndryshme. Që të marrë një formë, atëherë ne rreth e qark, tepsis, në fund të tepsis, kemi vendosur patatet. Tani përsëri këtu e shtrojmë, mos na duhet edhe një patate tjetër këtej. Është mbuluar këto hapësirat boshe.
Ma mba pak tasin tani. E derdhim komplet masën e purejës brenda. Në fund mëse do prijet me thik të hahet si pasticë, si pjesë. Nëse ne do ta lëmë të ftohet, sigurisht. Po. Patjetër që ashtu do të përfundoj. E nivelojmë tani, se më ranë këto patate këtu nuk duhet të më bishin. Këto anash? Këto anash nuk duhet të bien. Sepse përveç letrës, mur mbrojtës janë dhe patatet, Po. që të mos ngjiten tek letra në fund. Gjalpin do t'ja hedhim në fund fare. Brenda mjaftueshëm ka yndyrë. Po. Ka yndyrën e pancetës, ka yndyrën gjithsej 3 lugë, 4 lugë që llogaritet për një gati, dhe i ka komplet brenda. Ja. Taf me patate dhe shumë. Tani e nivelojmë. Kemi nevojë fare për të konsumuar bukë me këtë Fare, këtu është bukë, me këtë recetë. gjella. Po. Këtu mund të kesh një supë dhe janë në rregull. Një supë e lehtë. Po. E mbulojmë tashmë me. Atëherë e mbulojmë. Ndaj u zien pak këto që dhe nxehtësinë tjetër që do marrin në furr, ato piqen edhe Dhe bëhen krokante. se nëse do t'i vendosim të pasgjera, besoj se do të duheshe më shumë kohë, por nëse do rinte më shumë pjesa e mbushjes do thahej edhe Nuk do ta shijosh. lëm pataten që të thahet, por do ta vendosim në këtë formë. Ja. Edhe këtë. Nëse do të ishte më pak e mbushur, atëherë unë do t'i vendosja patatet në formën e pjegullave njëra përmbi tjetër për të arritur pak volumin, ë? Dhe pastaj do ta hidhja pjesën e djathit. Tani do të vendos një çik gjalp, një lugë të vogël e kisha nxjerrja e kam këtu. E kisha bërë gati. Kështu gjalpin, jo të shkrirë. sipër patateve që Sipër. ai do shkrirë dhe do përhapet në Gjithsej një 20 gram gjalp duhet. 20 gram, anvisat e din që është e barabartë me një lugë gjelle. Po. Do t'i hedhim sipër, Po. edhe djathin parmixhan dhe ta vendosim në furrë, rrim pa merak fare. Po. Ky është gatimi që Përfundoi kisha shumë përgatitur, shpejt. po përfundoi. Edhe ky gatim unë do t'ja kujtoj edhe njëra anvisave për bërësit. Vazhdo ti. E kësaj recete që ka përfunduar në mënyrë që ta kem parasysh se si u realizua kjo tavë me patate, pure me bizele në furrë. Kjo është menuja që e shihni dhe në ekran. Ju nevojitet, ne kemi shfrytëzuar të paktën 1.5 kg patate, 1 kg gjysëm, 250 gram bizele, 100 gram pancet, 80 gram djath parmigiano, ose 2 kokra vezë, një tuf majdanos, një lugë gjelle gjalp, 2 lugë gjelle vaj ulliri, 100 ml qumësht, krip, piper i zi. Këto janë përbërësit e kësaj recete. Punë të mbarë në shtëpi tuaja për të përfunduar dhe për të bërë që nga shumë e rëndë. Patate e sapi. 1 kg gjysmë patate janë. Po. Edhe pak peshon tava, pjesa tjetër, ja u realizua dhe tava, po e vendos në furrë të piqet. Në 200 gradë kemi hapur furrën, apo jo? Po. E ulim pak, e lëm në temperaturën 180 gradë, Ja, këtu jemi, dhe do ta lëm për 35 minuta. 35 10 minuta të minuta. fundit, për ta bërë pjesën sipër krokante, do ta vëmë në temperaturën 220 gradë dhe ventilim. Furrën vetëm 10 minuta sa ajo të marrë një ngjyrë pak më të errët se sa e verdhë. Okej, pjesa e parë përfundon këtu, ka publicitet edicion informativ në News 24, takohemi në pjesën e dytë për të shijuar recetën e parë dhe për të sjellë një tjetër recetë nga zonja Vjollca. Na ndiqni, mos u largoni. Ju përshëndesim sërish të nderuar shikues, zonja Vjollca vjen në këtë pjesë të dytë të këndit të gatimit me një tjetër recetë që me sa shoh është supë, apo jo? Po supë me qiqre. Që zakonisht në shqiptarët nuk para e përdorim. Madje po flisnim bashkë që njohim vetëm bukën me qiqra. Po, buka me qiqra që është shumë e shishme dhe mund të hahet me gjithçka, po dhe thatë. Edhe thatë. Përbërësit për të realizuar këtë recetë, do të mjaftonin 2 karrota mesatare, 2 patate të vogla ose një e madhe, 1 ose 2 kokra vezë. Gjithmonë kur jap këto alternativa e kam thënë dhe dihet që mvaret nga madhësia e secilës prej këtyre. 2 lugë të prera ose 2 lugë çaj, mund të them, ose 2 lugë të prera me miell, shumë pak ujë,
300 gram qiqra, 400 ml kos, një tas kos, dhe 250 gram spinaq. Po, këto qiqrat janë të konservuara, e ke marrë të konservuara? Jo, këto i kam zjerë vetë. Janë të zjera? Po, mund t'i gjejnë anvisat dhe të konservuara në pazar, po unë kisha kohë, i kam zjerë dhe i kam vendosur në frigorifer për një javë rresht. Atëherë, do të vendosim, nga duhen dhe 5 lugë, 4 lugë, dikush mund t'a bëj gjysë për gjysë gjalp me vaj, unë përdor vaj në ullirit dhe do të hedh 4 lugë vaj ulliri. Krip piperizi, dihet, dhe këtu kam qik lëng perimesh që po zjen. Do të hedh fillimisht t'i kalojnë qik shumë pak karotat. Janë i kimosu lothi bëjmë 2-3 bashkë edhe pastaj i heqim. Edhe patatet. Të prera si për supë, në pjesësa të vogla. Të prera në kubik, mbasi unë këtë lloj supe nuk mund të bëhet supa me qiqra dhe ta kalojmë në frulator, ta bëjmë krem, purej, si të dëshironi ju, por unë do t'i lë kështu siç janë. Kam qef kur i shoh ndonjëherë kështu për ngjyra. Po. I ka urdis pak, shumë pak, dhe që të them të jem e sinqert me anvisat, unë përdora patatën që më teproi qik nga tava që përgatita. Që kemi nxjerr tashmë. Patatën këtu e kam gati të zjerë për 3 minuta. Tani, me njëherë, do të hedh kujdes, mos më bjerë ajo, Niki. Do të hedh spinaqin. E kam grirë dhe titrin. E kam bërë gati. Duke një të përbërës nuk është se ka nevojë shumë për... Spinaci ju e dini që do të mjaftonte 1 minutë dhe është gati. I zjerë. I ka urdis të gjitha së bashku. Pra, spinaq, kemi karotën, kemi dhe patatën. Më pëlqejnë këto tenxheret kur janë kështu plot ngjyra. Freskëta, ngjyra të freskëta, plot shëndet. Po, këtu kam lëng perimesh, e hedh dhe lëngun e perimeve, që është 1 litër e gjys, pothuajse. E fik temperaturën këtu. Dhe me njëherë valon se është e nxehtë. Duke qenë e nxehtë dhe ngjyra e spinaqit ruhet kështu siç është. Do të hedh dhe qiqrat. Qiqrat janë të zira. Po, sepse ato nëse do të pasi ato doshin kohë. Po. Dhe këtu të gjitha së bashku do të zjejnë për ja shumë 10 minuta. Mbasi unë karotën e pëlqej që t'jetë pak al dente, mos të zjej shumë. Tani në këtë tas kam përbërësit. Kam pak miell, kam vezët, kam dhe kosin. Do të hedh kosin. Kjo është pjesa që hidhet pak pasi kanë nxjerrë të gjithë përbërësit, apo jo? Në pas 10 minutave do të hedhim këto përbërës. Do të hedh pak krip. Aty nuk hodha krip për arsye se lëngu buljoni i perimeve, që kisha kulluar unë, ka sasinë e duhur i hodha krip kur i valova. Këtu tani do të hedh vezët. Kjo është i të thuash për ta prerë supën, siç themi ne në shtëpi, me një vezë ose me pak kos. Kos që e bëjmë edhe me limon, po limoni në këtë rast, me që është kosi, do ta lejmë sipas dëshirës se cili e shijon në fund. Do të hedhim këtu, pra 2 lugë miell të prera, thashë. Po, kjo e bën pak si pak më kremoze ndoshta mielli, lidh përbërësit. Bravo, i lidh përbërësit. I trazojmë këtu. Do të hedhim pak ujë, për mos ta hedhur këtë si brum në tenxhere dhe temperatura e ujit nuk e lejon pasaj që veza, kosi të priten, por qëndrojnë ashtu siç duhet. Por edhe vetëm vezë të hedhim në një supë tjetër, jo të këtij lloji, mjafton që ajo të rifet pak, që e bardha mos dali kështu si me kokriza. Ajo e bardha që mos dali me kokriza gjithmonë ka të bëjë me temperaturën. Me temperaturën që e hedhim të ujit apo jo, temperaturën e tenxherës që është duke valuar. Duhet ta heqim çik tenxherën më një të birit temperatura,
2 minuta, ose edhe aty kur rahim vezën, hedhim pak ujë të ftohtë që të gradualisht dhe do ta hedhim ujin e nxehtë avash avash. Sa mirë që ma the se gjithmonë e hedh në të nxehtë. Edhe ajo pritet në shumicën e rasteve. Mundohem e trazoj, por që i hedh edhe pak ujë ose ke limonin, që është i ftohtë, shumë parë. 1 lugë, 2 lugë ujë dhe i hedh pika në këtë tas që të vejë temperatura gradualisht. Pastaj hidhe pa frikë. Ose që ti ishe sigurt që nuk të pritet, ta bësh ashtu si çdo ti Niki, flasti nga konfidenca. Të gjitha, po. Atëherë do të përdorim vetëm të verdhën. Nëse do të përdorim vetëm të verdhën e vezës, je sigurt që ke sukses. Ndonjëherë që ke njerëz ose shpejt, pa vetëm të verdhën kur s'ke kohë ta bësh. Ja, shumë faleminderit edhe për shpjegimin. Dhe ndërkohë ne do të hedhim dhe këtë mas e zjerjes. Të gjithë përbërësit po valojnë. Po thuaj se janë gjysmë të gatshëm, kështu që nuk është se i duhet shumë kohë për janë të gatshëm, po thuaj se të gjithë përveç karrotës. Që unë thash 10 minuta, por karrota në këtë rast edhe patatja me që kishte kaluar atë minutazh, se nuk mund të hedhim këtu e t'i ham pazjera. Këtë nuk e kemi bërë kurrë ndonjëherë, por unë vërtet do binte poshtë puna jo pastaj. Unë vërtet them al dente, por nuk them të pazjera. Atëherë, karrota 6 minuta do t'ishte mjaftueshëm. Ndërkohë, derisa të shkoj koha e duhur për supën, i hedhim një sy tavës që kemi nxjerr. Tavës që kemi nxjerr këtu përpara. Nuk po e nxjerrim sepse tham të ftohej. Që po. Nuk po e përmendnim. Ja, largojmë këto. Me kujdes. Patate me patate quhet kjo? Po, patate se pureja me patate bëhet. Kemi dhe pure të tjera nga perimet të ndryshme. Por, ja, sa e guxim. Kjo ka brenda? Po, e troqa me njërë, me idenë se nuk të binde gjë, se e kisha mendje se... Po, të kishte rënë pasaj ç'do bëhej këtu. Do ta kthenim këtë nga pjesa që s'duket. Jo, ç'do bëhej me ne dyja. Jo, ç'do bëhej? Pse Niki, pse e hoqe ja, ha? Mirë, po shumë e bukur duket. Ka një pamje me estetik, që dhe nëse do t'ishte akoma më e ftohtë, ne do ta vendosim në një pjatë. Po imagjino ta provonim pak ne të nxehtë ç'a do bëhesh, se hajde se këtë e mbulonim. Do ta lëm, do ta provojmë çik të nxehtë. Unë gjithmonë kam guxuar që të preset, ashtu mirë është që të ftohet edhe një çik, por do të provojmë. Edhe po na ra. Në shtëpinë tonë jemi prapë. Ta fshim pak me një letër? Jo, do të përdor këtë thikën që është më e hollë. Brenda ka bizele pancet. Për anvisat që nuk na kanë ndjekur, është pjesa mbushse. Bizele ka urdisur me pancetën, që është realizuar ajo pjesë e bashkë me puren që tashmë e dini se si përgatitet, me pak qumësh ku hodhëm edhe piperin e zi kripën. Shko, është një patate këtu që s'do të pritet, po o e pres, o vdes. Do bëjmë shaka në njërë, se... Ashtu të shionë më shumë puna, po kujdes vetëm mos... Kjo të regon që edhe është pjekur mirë. Sigurisht është pjekur. Ne respektuam. Nuk është qulle. Kohën e duhur, ha? Ja? Po e këtë. Po e lëmë kështu, që të shofim pjesën e brendshme. E shohim dhe ambisat, se si është gatuar. Si pastiqe është forma, po që ka shije komplet tjetër edhe... Shumë mirë mund të themi pastiqe me patate. Pastiqe me patate, mos e themi recetën patate me patate pure. Me pure patate, se është si lloj fjalësh. Pastiqe me patate. Po. Shumë mirë, kjo është receta e parë. Momenti që ne do të presim vezën. E heqim të ftohet pak. E lëm këtu. Jo, në rastin të konkret, në këtë rast ne kemi mielin, që nuk e lë të pritet, por nuk duhem razuar tenxheret asnjëherë me tel, me falni, po. Ja. E kemi hedhur tashmë dhe besoj sa minuta do ta lëmë sërish të zi apo mbaroj? 3 minuta. Mbaroj supa. Dhe kjo ishte supa më e shpejtë që kemi bërë. E ulim dhe pak temperaturën dhe për 3 minuta jemi okej. E trazojmë shumë lehtë. Këto janë copat e kosit, jo të vezës. Po. Sa për kulturë. Shikoj që u bë e plot. Shumë i rëndësishme edhe mielli, se i lidhit gjithë përbërësit edhe ashtu do ishte
si shumë e lëngshme supë, është ajo e lëngshme, por prapë nuk do kishte atë lezetin që... Nuk do konsumonin Shumë, ujë. po. Ja, se të fluskoj pak. Filloj të fluskoj, ja? Bëjmë gati për ta servirur. Për ta servirur dhe unë ndërkohë po i lexoj edhe një herë përbërësit në menun ton, i kemi shënuar të gjithë përbërësit, në mënyrë që anvisat t'i shënojnë dhe ato për ta gatuar në shtëpitë e tyre. Pse jo, të shoqëruar me tavën që përgatitëm me patate, besoj se shkojnë të dyja bashkë. Zonja Vjollca, kjo shkon shumë, pastiçoja që nuk është thënë që ne japim 2 receta e anvisat ndoshta njërën e gatuajnë, tjetrën se gatuajnë, e gatuajnë një ditë tjetër. Patjetër, i kombinojnë me ushqimet të tjera. Nëse ato kanë përgatitur drekën ose kanë fiksuar se çdo të përgatisin për drekë, mund të bëjnë supën. Patjetër. Ose ndonjëherë na tepron një dorë spinaq, ç'të bëjmë? Ja pra 1, 2, 3, 4. Një karot, një patate. Veza është në shtëpi, një karot, 2 patate ose 2 mund të lëvizin këto, nëse ti shijon më tepër, ke nevojë më tepër organizmit të konsumojmë karotë, edhe 1 patate, për arsye se është ajo pjesa e miellit që i lidh në fund. Po shohim në ekran menun ton, supë me qiqra, perime dhe kos. Shënojni përbërësit, 300 gram qiqra, 250 gram spinaq, 2 karota, 2 kokra patate, 400 ml kos, 100 ml ujë, 1 apo 2 kokra vezë, 2 lugë gjelle miell, 5 lugë gjelle vaj ulliri dhe 1 litër e gjysëm lëng perimesh. Kjo është menuja, shënojni dhe përbërësit, ne këtu e kemi përfunduar, thjesht presim që ta servirim për anvisat bashkë me pjatën e parë. Me recetën e parë, se pjata e parë quhet sikur është edhe në pjesën e ngrënjes. Okej. I duhet shumë pak kohë për bërësve për të zier. Një letër të lutem, Niki. Mije. Dhe supa është gati. Shumë e shëndetshme, të lumshin duar zonja Vjollca edhe për sot, që na sjell çdo ditë receta kaq të thjeshta. Mund ta zbukurojmë me një çik kajshile boll. Dhe që na lehtëson ditën. Po, mund të presim pak fije karote, mbasi vetëm me avullin e saj. Mund të zbutet pak ajo. Karota zbutet dhe bëhet shumë e shishme. Ja. Se hynë punë edhe fantazia tashmë. Të lumshin duart. Faleminderit dhe ju që na keni ndjekur. Do t'i kujtoj anvisave zonja Vjollca që këto receta që përgatiten këtu në këndin tonë të kuzhinës, që janë kaq të bukura, kaq të shishme dhe kaq praktike, anvisat tona i lexojnë në balkanweb.com, aty e hedhim të gjitha recetat. Që të besojnë anvisat për shijen, duhet ta provosh një çik, Niki. Po se kur e provon në ekran, merr shumë pak. Më vonë pastaj e di unë si e provoj. Pak sa për t'u treguar vërtet anvisave është e shishme. Që ka shumë e shishme. Se duket sikur kur e marrim që ta provojmë, do të themi e shishme, shumë e shishme, por është vërtet shumë e shishme dhe ja vlen të gatuhet. Se ka shumë pak përbërës, nuk kanë arxhon, bizele, pancet, pak fare pancet përdoret me sa pash. Shumë pak, 100 gram pancet. Edhe patate, 1 kilogram patate. Edhe një çik djath. Edhe asgjë tjetër. Dhe supa, bukjo. Bukjo, se ja ku i kemi të gjitha. Balkanweb.com, gjithashtu edhe në YouTube mund të na ndiqni të gjitha videot e gatimit në këndin tonë të kuzhinës, në Vila 24, i gjeni në YouTube këndi kuzhinës, Vila 24. Mjafton të klikoni dhe shfaqen sipas datave të përgatitjes së këtyre recetave këtu në Vila 24. Thjesht na mbetet që ne t'i falenderojmë të gjitha anvisat, të gjithë teleshikuesit që na kanë ndjekur sot dhe ju lëm takimin sërish nesër për të gatuar dhe për të shijuar ushqime kaq të shijshme. Mirë takofshim. Mirupafshim.